pavarura dëshmojnë se 4 vit të fundit kosto e jetesës së shqiptarëve është rritur 60%. Është rritja më e madhe pas Iranit, Haitit, të cilët dihet që janë në problematika njëri në luftë dhe në diktaturë, tjetri në sundim në bandave, si Shqipëria. Çmimet rriten çmendurisht. Sot, Shqipëria ka naftën, është njëri nga 8 vendet me çmimin e naftës më të lartë në botë. Qeveria shqiptare kryen vetëm një detyrë: vjedhjen e fondeve publike. Treguesit janë katastrofal. Vetëm 8%, 5,8% e projekteve përfundojnë. Të tjerët avullojnë, grabitën. Korrupsioni vjedhja në tendera arrin në vit në 1,2 miliard euro. Vjedhja në tendera të i kalon fondin e pensioneve të Shqipërisë. Vetëm në tendera. Shpalljet se Shqipëria investon 10% të prodhimit të brendshëm janë një mashtrim i paskrupull. Për të arritur në këtë shifër të pavërtet, qeveritarët llogarisin tendrat e dështuar, e anulluar. Fakti është se investimet arrin gjithsejt 4,9%, arrin në shifrat më të ulta në Europë. Akoma më katastrofal është finalizimi i projekteve. Gjithsejt 5,8%. Do thoni ju shteti falimentuar, shtet hajdut. Kompanit nuk përfundojnë asgjë në fat, sepse ndajnë parat me qeveritarët. Ndaj dhe rruga këtu ndërton shkon si shkoj rruga Gjuks-Qaf Ploç 16 vite. Rruga e Arbërit 14 vite. Dhe rrugë me radhë, dhe punë publike me radhë. Në themel të gjithë këti në pamje dështimit madh është vjedhja e madhe e fondeve nga qeveritarët. Qëndrimi ndaj dhe
rënja katastrofale e transparencës në prokurime, nga 80 pikë që ishte në vitet 2010-2013 si pas Tender Europe, ka zbritur në 64 pikë në vitin 2026. Rrokullisje e pa imagjinueshme. Siç tregon dosja Balluku, Famzeza Balluku, rrugët ndërtohen me çmimin 8,12 herë më të lartë se në Bashkimin Evropian. Parat vidhen nga ministrat, drejtorët dhe mediat e tyre. Akshi shënon modelin më mafios, në qoftë se PSD-ja ishte një model i bashkisë, Akshi është model i Lindave dhe Edi Ramës. Akshi është model i krijuar me firmën e Edi Ramës. Sepse në vitin 2017 ai vendosi që të gjithë tendrat në fushën e IT-së në Republikën e Shqipërisë, high-tech-ut në Republikën e Shqipërisë, të centralizohen në duart e Lindave të Akshit dhe të Suvenit. Në një kohë kur praktika kërkon që ato çdo institucion të ketë të drejtën e mirëmbajtjes, të përmirësimit të tyre. Por duhet që parat të vinin, që ajo të bëjë një sukses i madh, siç e thoshte Edi Rama, dhe parat të përfundonin në Suvel. Pra, situata është dramatike. Partia Demokratike ka një program, ka një përgjigje por të gjitha këto probleme. Programi i saj është programi më i shkëlqyer, i studiuar nga institucione më serioze në Europë dhe në botë. Por ky program kërkon angazhim në shqiptarë për të larguar këtë të keqet madhe, për të larguar Edi Ramën. Ndaj dhe ne, pas përfundimit të proceseve në parti, vazhdojmë serin e kryerritjeve tona paqësore, gjerë largimin e narkoshtetit Edi Ramës nga qeveria. Faleminderit.